Gazetari i njohur Bari Cani informon se një familje 5 anëtarësh me origjinë nga Raoveci, që po kthehej nga Kosova, është aksidentuar në Waldshut-Tingen të Gjermanisë, afër kufirit me Zvicrën. Cani informon se familja po kthehej nga pushimet e fundvitit në Kosovë, ndërsa aksidenti ka ndodhur pak minuta para mbërritjes në vendin ku kanë jetuar. Shkaqet nuk dihen akoma sakt, por në makinë kanë qenë prindrit me 3 fëmijë të vegjël, 1 deri në 3 vjeç, raporton ai. Nga njerëz të afërt të aksidentuarve mora vesh se të gjithë në makinë janë lënduar, por një prej fëmijëve ka përjetuar lëndime më të rënda, vijon gazetari. Më tutje, Cani thotë se të gjithë ata janë sistemuar nëpër spitale ku po marrin trajtim mjekësor. I njëjti bën thirrje për kujdes në komunikacion për shkak të kushteve të rënda atmosferike që kanë prekur Gjermaninë ditëve të fundit. Detaje për aksidentin kanë raportuar edhe mediat në Gjermani. Në TV-ja raporton se një familje prej 5 anëtarësh dhe një shofer kamioni u plagosën në një aksident pranë Waldshut-Tingen. Mes të plagosurve janë dhe 3 fëmijë të vegjël, tha një zëdhënës i policisë për këtë media. Ata janë të moshës nga 5 muaj deri në 3 vjeç dhe u transportuan me helikopter shpëtimi në klinika pediatrike, por ende nuk dihet se sa të rënda janë plagët. Sipas të dhënave të para, kamioni dhe makina u përplasën në mëngjes në rrugën federale B34. Një person i mbetur i bllokuar u nxorr nga automjeti nga zjarrfiksit në gjendje të rëndë. Për 2 të plagosurit e tjerë, shkalla e rëndimeve është gjithashtu e panjohur. Shkaku i aksidentit mbetet ende plotësisht i paqartë, tha zëdhënësi i policisë.